Për shembull, nëse dalim të rrugë edhe shikojmë njerëzit, a mundesh për shembull me paralajmëru për shembull se që ky inshallah shpejt i udhëzohet? S'mundesh. Udhëzimi ndër Allahu ta xhel. Për sa ke parashikuar se ka dalë, e për sa fare s'ke parashikuar e kanë dalë të udhëzuar. Nuk e di me këtë punë. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që ti hodhe farën, ti shpërndaj fjalën. Nuk dihet mas sa kohë, mas sa viteve, dikush e ka pa fjallë edhe udhëzohet tek Allahu Azza wa Jall. Pra sa ka ligjërata që janë publiku para 10 viteve, sot dikush udhëzohet me ta. 10 vjet kanë kalu. Na kena harru që kena thonë, që kena dëgju, ndoshta ti e kom prezant, ke harru që e kom prezant, ama dikush mas 10 vite me çat fjalë udhëzohet apo. Pse? Hodhe farën ti, hodhe fjalën, thuaj fjalën e mirë, edhe ec ti kim ndoshta kimë dal për dunjas, tek mas vdekjes së dikush ka mundsuar me fjalët tua thon. Me kontributin tënd në shpërndarjen e fjalës së mirë thon. Nuk dihet. Ndoshta ke dalë me shpërndarjen fletush dikun, dikujt e ka dhënë një sugjerim për një ligjërat. Që aty e kalon apo. Mirë, po mas kohë i ka rënë mend. Ndoshta ti e dek, unë ai tjetër apo. Edhe ajo është udhëzuar me çato që e ke lënë ti që në dunjë nuk je më apo. Andaj kur mos e nënvlerëso çfarë do kontributi i cili ndihmon në shpërndarjen e fjalës së mirë, fjalës la ilaha illallah, fjalës që ndryshon njerëzit, fjalës që njerëzit këtë tek Allahu xhallahu ala kur rrofta.